Uji nga ujësjellsi i Gostivarit vazhdon të jetë i ndaluar për konsum. Ekipi i televizionit 21 sot qëndroi në këtë qytet, ku nga shtabi lokal i krizës na bën të ditur se po vazhdojnë punët në terren për t'ju dalë në ndihmë banorëve. Sipas tyre, në 4 vendbanime po bëhet furnizimi me ujë teknik, ndërsa në 5 pika të caktuara vazhdon shpërndarja e ujit të pishëm të ambalazhuar. Zoti Xhelili sqaroi detajet mbi zonat që po mbulohen me ujë teknik, si dhe për përkrahjen e institucioneve shëndetësore. Shtabi lokal i krizës merret me distribuimin e ujit teknik për 4 vendbanime, siç janë fshati Debresh, fshati Bellovisht, lagja Fazaneri dhe lagja Tullana. Kështu që përveç këtyre, ujë teknik e furnizojmë edhe dializën, ndërsa pikat për shpërndarje të distribuim të ujit të pishëm janë të njëjtat, domethënë një sasi vjen nga ana e qeverisë, një sasi vjen nga organizata të ndryshme shoqërore, kompani private, biznesi. Megjithatë, sinjalet pozitive vijnë nga analizat e fundit laboratorike. Xhelili njoftoi se parametrat fiziko-kimik dhe biologjik po shfaqin përmirësim të dukshëm, gjë që jep shpresë se së shpejti uji nga ujësjellsi i qytetit do të jetë sërish i sigurt për përdorim. Dhe gjithashtu jemi duke pritur rezultatet e fundit që kanë dalë të mira si nga sasia e klorit, ashtu edhe nga aspekti i rezultateve në aspektin biologjik janë të mira dhe presim që ditët në vijim uji të jetë i pishëm nga sistemi i furnizimit ujësjellsi Gostivar dhe të rritet sasia e ujit për vendbanimet që ka presion më të ulët gjatë ditës, ndërsa pak ka furnizim natën. Deri në marrjen e konfirmimit zyrtar nga autoritetet shëndetësore mbetet në fuqi rekomandimi që uji nga rrjeti i ujësjellsit të mos përdoret për pije.